Një ndër investimet kryesore që po zhvillohet aktualisht në Vlorë, në infrastrukturën rrugore në brendësi të bllokeve të banimit, është territori në zonën e ish fabrikës së çimentos. Punimet janë duke ecur me ritme, ndërsa aktualisht është duke u punuar edhe me kanalin e ujrave të bardha që kalon në këtë territor, me qëllim që rruga të jetë me të gjitha standardet, përfshi këtu edhe infrastrukturën. Pamjet që po ndishtin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin ecurinë e këtij projekti shumë të rëndësishëm, i cili do të jetë me të gjitha parametrat. Projekti parashikon të ketë ashtu sikundër është ndërtuar tashmë trotuar, por edhe ndritshim dhe gjelbërim, si dhe rehabilitimin e kanalit që kalon përmes kësaj lagjeje. Në vimësinë e punimeve për konstruksionin e rrugës Hasan Mjalti te ish fabrika e çimentos, në ditët në vim pritet të nisë edhe asfaltimi me të gjithë elementet e tjerë të parashikuar në këtë projekt. Vlen të theksohet se ky është loti i parë i projektit rehabilitues të rrugës tek ish fabrika e çimentos, ndërsa në vim pritet që të zbatohet nga Bashkia e Vlorës edhe loti i dytë, nga i cili do të përfitojë pjesa tjetër e zonës.